Betejë e Torvjollit është betejë e parë e madhe e Gjergj Kastriot Skënderbeut kundër perandorisë osmane. Ajo u zhvillua me 29 qershor të vitit 1444 në zonën e Dibrës së Poshtme, pranë lumit Shkumbin dhe malit të Mokrës, dhe shënoi fillimin e rezistencës armatosur shqiptare ndaj pushtimit osman. Forcat shqiptare që pas lidhjes së Lezhës zgjodhen si komandant të përgjithshëm Skënderbeun përbëheshin nga rreth 10-12.000 luftëtar, ndërsa forcat osmane në drejtimin e Ali Pashës përbëheshin nga rreth 25.000-30.000 ushtarë. Fusha e Torvjollit ishte vendosur qëllimisht si skenë beteje, sepse favorizonte taktikat e guerillës dhe pritës. Skënderbeu la një pjesë të vogël të forcave të tij përballë ushtrisë osmane, në mënyrë që ta tërhiqte armikun në fushë të hapur, ndërsa pjesën tjetër e fsheu në pyje dhe male përreth fushës. Në mënyrë surprizuese, forcat shqiptare sulmuan nga prapa dhe anët, teksa në anën e ushtrisë osmane u krijua një kaos i madh, pasi nuk prisnin një sulm të tillë. Ushtria osmane pësoi humbje të mëdha dhe u tërhoq në drejtim të Shkupit, ndërsa fitoria i ngriti autoritetin e Skënderbeut si udhëheqës kombëtar dhe ushtarak, dhe forcoi besimin mes principatave shqiptare.